Djemë si ti, e si ekip ytë, i duhet Shqipërisë, i duhet Parlamentin Shqiptar. Sepse ti je i pastër, je trim, je patriot. Të kemi dëgjuar nami, e të kemi zgjedhur edhe jemi optimist dhe unë dëgjova ekipit tënë na gëzojnë shumë këta djemë të rinjë që ke aty pranë, shumë maj të pastër, mos qas nga këta palaqot që vinë atë këtej, si që je, dhe ti, vetëm ti mu përballosh në parlament atje, ato shumë nga atyre të keqen, ti mu të liftosh, ti mu të dash përballë Edi Ramës e Sali Berishës. Sepse je i pastër, je patriot, ty të dhimë se të deu, atyre nuk dhimë se të deu. Prandaj, ne durojmë suksese nga kemë braka. Unë nuk kam një 2 muaj që merrem me vi këtu se nuk e dinja, mirë po qunim, unë kam 3 quna, 2 janë jashtë, një në Chicago dhe një në Genova, i ke bazë atje, kur vesh atje i ke të ngritur ato celula dhe e një këtu është një jurist, një fondacion privat, por është gati dhe ajo, kështu që kjo është parti, dhe thonë qatë duaj Edi Rama, se kam gjuar, po thonë unë jam ish antar i Partisë Socialiste. Quri kriua, po kam qenë emigrantje, 16 ditë jam kthyer tash për pensionin, edhe jam shumë i zgënjur dhe unë dhe shumë socialistë tjerë, shumë. Ne jemi zgënjur, kam votuar në 13-ën, në 17-ën, pastaj u zgënjëm dhe nuk mundet, nuk ishte, është për detyrë, nuk mundet esë me atë njeri më ashtu. Prandaj unë bëthiri edhe socialistët tjerë, megjithëse kemi punuar dhe ka një optimizm edhe një organizim shumë të mirë dhe unë kam besim se kjo parti është parti e re dhe nuk është shtojtë si ato partitë e tjera të tjata janë jashtë si ato. Apo kjo është parti e re e krijuar me njerëz të rinj, me njerëz të pastër dhe kjo do fitoj edhe përshëndetje gjithë, do ta festojmë në 12 do bëjmë festë me Ardinë me gjithë ekipin, sepse është një lezet i parlamentit, je e ardhme e parlamentit.